Presidenti Amerikan Donald Trump mbajti fjalimin e tij në Parlamentin Izraelit, ku deklaroi se të gjithë janë dëshmitar të një agimi historik të një lindjeje të mesme të re. Trump theksoi gjatë fjalimit se që nga dita e parë kur u krijua Izraeli modern, ne kemi qëndruar së bashku në kohë të vështira dhe në fitore e humbje. Dhe gjatë kësaj jave përkundër të gjitha, ne kemi arritur të pamundurën, duke sjell pengjet në shtëpi. It's a great honor. Nice place. Para Parlamentit Izraelit, Trump foli edhe se si shtetet e lindjes së mesme nuk duhet të krijojnë armiq, por të punojnë së bashku për të krijuar mundësi dhe prosperitet. Sipas udhëheqësit amerikan, në vend që të krijojnë armë, shtetet e këtij rajoni duhet të përqendrohen që të ndërtojnë shkolla, të investojnë në shëndetësi, industri dhe inteligjencë artificiale. Edhe ndaj Iranit, regjimi i të cilit ka shkaktuar aq shumë vdekje në lindjen e mesme, dora e miqësisë dhe e bashkëpunimit është e zgjatur, tha presidenti Trump. Jemi mbledhur në një ditë gëzimi të thellë dhe shprese të madhe. Pas 2 vjetëve të tmerrshëm në errësirë dhe robëri, 20 pengje guzimtar po kthehen te familjet e tyre. Edhe 28 të tjerë po vinë në shtëpitë e tyre për të gjetur paqen në këtë vend të shenjtë. Armët kanë rënë në heshtje dhe rajoni është në paqe. Para se presidenti amerikan Donald Trump të fliste në Parlamentin Izraelit, kryeministri Benjamin Netanyahu deklaroi se 13 tetori do të shkruhet në histori dhe që edhe presidenti Trump do të jetë përgjithmonë në historinë e kombit tonë dhe të botës. E kemi pritur gjatë këto moment dhe dua t'ju falenderoj personalisht në emër të gjithë kombit izraelit. Netanyahu falenderoi Shtetet e Bashkuara për mbështetjen e ofruar ndaj Izraelit për gjatë gjithë kohës. Donald Trump është miku më i mirë që shteti i Izraelit ka pasur ndonjëherë në shtëpinë e bardhë. Kryeministri izraelit e përshkroi planin e Trumpit për paqe si hap të rëndësishëm drejt stabilitetit. Jam i përkushtuar për këtë paqe, ju jeni të përkushtuar për paqe dhe së bashku do të arrijmë paqe, deklaroi ai mes të tjerash gjatë fjalimit. Netanyahu në fjalimin e tij theksoi gjithashtu se beson që Trump do të ndihmojë që Izraeli të normalizojë marrëdhëniet me më shumë shtete arabe.